Pas përfundimit të ndeshjes midis Partizanit B dhe Butrinit e mbyllur me rezultatin 0-0, jemi me trajnerin e Butrinit Artan Meçani. Meçani një barazim përballë një skuadre e cila ishte më lart se sa ju renditje dhe përballë një skuadre situar siç ishte Partizani B që me shumicën e lojtarëve dhe nga ekipi i parë. Sa i kënaqur me këtë barazim. Pjesë e parë edhe mund të shënonit, ndërsa pjesë e dytë duket disi edhe me konsoliduar skuadrën e Butrinit dhe pse me një skuadër si Partizani që situohet që thash në përbërje të saj kishte lojtarë nga ekipi i parë. Po. Normalisht të vish në Tiranë kundra Partizanit dhe të dalësh pa humbur dhe pa pësuar, nuk diskutohet që kjo quhet një paraqitje e mirë, dinjitoze. Siç e kam thënë dhe më përpara kur kemi folur bashkë, ekipi i Butrinit është akoma një ekip i cili po ndërtohet. Dhe kjo figur nga dita në ditë do jetë gjithmonë e më e mirë. Gjithmonë e më e mirë. Unë besoj se mundësit, ndoshta në pjesën e parë, kishim që mund të bënim diçka më shumë, ndërsa në pjesën e dytë Partizani na vuri në vështirësi dhe kjo kuptohet sepse janë ekip goxha jo vetëm i përgatitur, po janë ekip që kanë tjetër përbërje. Pa dashur të them diçka për djemtë tanë, djemtë janë shumë të mirë, unë jam shumë i kënaqur nga të gjithë nga ta. Unë besoj që ne kemi akoma diçka për të dhënë, të cilën nuk e kemi dhënë ende. Dhe kjo që vjen si pasojë e periudhës që ju thash që ky ekip akoma po ndërtohet. Shpresojmë ndeshjen e javës së ardhshme të dalim mirë në shtëpi dhe pastaj do të kemi një muaj derisa të fillojë faza e dytë, tek të cilat ne do mundohemi dhe të korrigjojmë disa gjëra që për momentin nuk i kemi atje ku duhet dhe ndoshta të forcojmë ekipin me 1-2 djemë të cilët do vinë dhe do mundohemi të forcojmë dhe si mund ta thuash aspektin e vendasve. Do mundohemi të kthejmë disa djemë nga Saranda. Është ky rezultat i sotëm, sa vlen për ecurinë e ekipit, do të thënë për ecurinë edhe si thua e vazhdimësisë, sa siguri jep në lojë, mbi të gjitha loja e skuadrës sot, sepse ju thatë pjesën e parë edhe mund të bëni diçka edhe më tepër. Ndërkohë dhe Partizani u pa që u vuri në vështirësi edhe pjesën e parë, 2 herë të paktën që ishte në zonë, domos, por edhe pjesën e dytë që disi loja e skuadrës Partizanit ishte pothuajse në një ritëm tjetër, por ata kërkonin sepse ishin pritës, ndërsa Butrini i shkonte edhe për shtat. Por mënyra se çfarë solli pjesa e parë diçka edhe mund të ndoshta mund të ishte mesazh edhe për skuadrat e tjera sepse javës tjetër vjen Orikumi në Sarandë. Shiko, mesazh për ekipet e tjera. Ne nuk kemi nevojë të japim mesazh askujt. Ne dhe kampionatin që zhvillojmë e kemi me veten tonë. Pa dashur ta anashkaloj kundërshtarët e tjerë, por objektivi siç e kam thënë që në fillim i këtij ekipi është të marrë më të mirën e mundshme të vetes së tij. Dhe nëse ajo më e mira e mundshme e këtij ekipi është vendi i parë, atëherë mirë se të vi. Por sigurisht të luash në Tiranë përballë Partizanit dhe mos u humbasësh, kjo është patjetër një rezultat shumë pozitiv dhe normalisht që ekipit i jep dhe besim edhe kurajo për vazhdimsinë. Dhe shpresoj që kjo paraqitje me problematika se saj që kishte, po në një fush, në një stadium të një ekipi i cili është protagonist të futbollit shqiptar, besoj do na japi shumë si mund ta them vetë besim dhe unë besoj që java që vjen do jetë një javë shumë e mirë në aspektin psikologjik për ekipin tonë që të vemi të dielën ashtu siç duhet kundra Orikumit. A mos ishte ndoshta sepse pjesën e parë u pa një 4-3-3 në vendosje, ndërsa pjesë e dytë një 3-5-2 me heqjen e mbrojtësit të krahut, në mos gaboj e Kangos. A mos ishte pjesë e dytë ndryshimi asaj lojës disi pak më ndryshe për ndryshimin e skemës apo ju përshtatet të lojës Partizanit? Shiko, shpesh me vendosja në fushë është shumë e ndryshme nga mënyra si ti e interpreton. Ne ishim tërkohë në 4-3-3, po normalisht kur kundërshtari të vendosë vështirësi, automatikisht ne kaluam në 4-5-1, sepse është dhe falmeri të kundërshtarit, por që unë mendoj që ne me mundësit që kishim, u munduam deri në fund, ta luftonim ndeshjen deri në fund, ta merrnim 3 pikëshin dhe akoma dhe në minutat e fundit shtesë, bërëm një kundërshum tek i cili mund ishim treguar pak më të zgjuar për të finalizuar, por që siç e thash, ishte një ndeshje mjaft e vështirë për të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin sportiv. Ishte diçka, po ndonjë që bëri diferencën në repart sot
që të paktën të pëlqeu ndryshe nga ndeshjet e tjera? Sot, të them të drejtën, nuk mund të veçoj një repart, sepse edhe kur Partizani krijoi disa momente me të cilat mund të shënonte, nuk është se bëri mbrojtja diçka gabim, ose nuk është se bëri me thusha diçka gabim. Mënyra si ne markuam në disa momente të caktuara që e gabuar nga të gjithë që vete kundërshtari deri në zonë, por që nuk mund të veçoj asnjërin. Unë jam falenderues gjithmonë kundrejt djemve, gjithmonë edhe kur akoma dhe në stërvitje ose dhe në analiza që ne bëjmë pas ndeshjeve, unë mundohem gjithmonë të jem falenderues, shumë i qetë me ta dhe gjithmonë të mundohem të vënë në pak çfarë ne duhet të përmirësojmë. Nuk është se jam njeri që mund të krijoj kollaj konfliktime. Okej. Pikërisht ishim me trajnerin i cili një nga trajnerët punëtor të kategorisë 2, pikërisht trajneri e Butrindit, Artan Meçani, njeriu i cili pakush ndoshta e besoi në momentin që erdhi, por me ardhin e tij ka krijuar një lloj grupi dhe një lloj loje tek skuadra e Butrindit. Pikërisht trajneri fitues, trajneri i cili ka kthyer lojën Sarand ashtu siç të gjithë tifozët sarandëve e prisin. Edhe një herë Meçani, falenderoj si gjithmonë për gatishmërinë dhe njëkohësisht të uroj shumë sukses. Faleminderit shumë.